Ortodoxe Episcopale të Shqipërisë, në drejtimin e kryepiskopit të Anastas dhe tani të forkulturisë së tij, Zot Ioan, me bekimin e të cilit organizojmë këtë mbrëmje së bashku. Forkulturia nuk mund të ishte prezent vetë sot dhe të gonë urimet e tij dhe bekimet e tij për familjen Hope, por edhe për të gjithë ne që jemi mbledhur sot për të përshëndetur ata. Më erdhi në mendje një shpim nga Atë Luka Verona, një nga bashkëpunëtorët e kryepiskopit Anastas në Afrikë dhe në Shqipëri. Për shumë vite, ishte një misionar i OCMC. Ai në një artikull të tij citon fjalët e vetë kryepiskopit Anastas, kur shpreh vizionin e qartë, rëndësinë e përjetimit dhe predikimit të Ungjillit nga misionari. Citoj fjalët e tij. A është Ungjilli diçka që mund të jetohet? Kjo është një pyetje shumë skeptikëve të botën e sotme. Megjithatë, misionarët ofrojnë një përgjigje nëpërmjet shembullit të jetëve të tyre. Dhe çështja ontologjike gjen një përgjigje jo nga ajo që thënë, dhe ndoshta jo nga ajo që bëhet, por nga ajo që jetë. Dëshimia e jetës sonë është gjëja më e rëndësishme. Një nga kontributet më të mëdha është fakti se jemi përpjekur të jetojmë me popullin në Afrikë edhe në Shqipëri, dhe u kemi ofruar atyre jetën tonë. Pozicioni im teologjik ka qenë që për herë të jetojmë misterin e një kishe të shenjtë, katolike dhe apostolike. Ne jemi përpjekur të jetojmë misterin e kishës në perspektivën e saj universale dhe skatologjike, për të jetuar jetën e kryqit gjithnjë me shpresën e ngjalljes, ngjyrës time. Profesorat tanë, ju bashkë me familjen tuaj vendosët të vini dhe të shërbeni si misionar në Shqipëri, duke dëgjuar dhe njohur një njeri të tillë, i cili e mëshironte dashurinë e Krishtit dhe e transmetonte tek të gjithë ata që e njohin. Kuptohet që të marrësh një vendim të tillë, të largohesh nga vendi yt dhe të shkosh qoftë në një qytet tjetër, duhet të kesh një arsye, një qëllim dhe një mision konkret. Kjo është një thirrje të cilën të gjithë ne e dëgjojmë, por pak i përgjigjemi urdhërimit të haruar që na la Zoti Krisht. Ai na urdhëroi, shkoni pra dhe bëni bisheku nga të gjithë popull, duke i pagëzuar në emër të Atit, të Bijit dhe të Frymës së Shenjtë, dhe duke mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që ju kam urdhëruar, dhe na siguroi që unë jam me ju deri në mbarimin të jetës. Këtij urdhërimi ju u bini. Erdhët dhe jetuat bashkë me ne, duke krijuar marrëdhënie personale me të gjithë ata të cilët Perëndia ju solli në kontakt. Ofruat nga vetja juaj një uri, mbështetje dhe nxitje për të dalë nga zona jone komforti, por një korsisht morët një kuftim, bashkëpunim, gatishmëri, një njohje nga kjo marrëdhënie. Dhe ajo marrëdhënie na mbrodi sot këtu. Vlerësimi dhe rezultatet e projekteve tuaja në këto vite të tjera dhe e shënjohur nga të gjithë dhe prezenca e gjithë secilit këtu është një vërtetim i saktë. Por edhe atyre që për arsye të ndryshme nuk mundën të jenë kushtohet. Ju erdhët në Shqipëri në një kohë kur të gjithë doni të ikni. Dhe fatkeqësisht po ikni përsëri në të njëjtën kohë kur të gjithë prapë mund të ikni. Por i vetëm ndryshimi i madh është që Kisha Ortodokse në ato kohë ishte e sapo i lindur nga valli, dhe arkitekti i saj, kryepiskopi Anastas, ju ftoi të vini dhe të ndihmonit në vendimitin e saj. Ju erdhët familjarisht, edhe përdorët të gjithë talentet që Perëndia ju kishte dhuruar, duke u përpjekur të sillen përgjegjësi bashkë me Linetin e në vazhdim me Gabrielën në mënyrën e organizimit të aktiviteteve të fëmijëve, të adoleshentëve, të prindërve, konklaveve, kampeve ditore, kampeve verore, kampeve të Kosovës dhe së fundmi kampeve familjare, para harruar në alte me kukulla dhe shumë aktivitete të cilat kanë pasur ndryshime gjatë shkollimit dhe gjatë këtyre viteve, duke u përpjekur i përshtatë nevojat e konkrete
shoqërisë të kësaj epoke që ndryshon me ritme shumë të shpejta. Në historinë e shpëtimit të njerëzimit kemi shumë raste që ata që i thiri Perëndia lanë vendin e tyre dhe shkuan atje ku ai i tha, duke predikuar në jetën e tyre. Edhe siç na thot Shën Augustini, nëse është e nevojshme të fjalët e tyre. Lista është shumë e madhe, duke filluar nga Abraham, Isak, Jakov, profet, apostull, Shën Ignat Gjymbajtësin që kremtuam sot, Shën Metodi dhe Kirill, Shën Kozmaj, Shën Herman Niarasi, Shën Nikola Japonisi dhe shumë shqiptor të gjitha kohët. Kryepiskopi Anastas, duke u frymëzuar nga shembulli dhe jetët e tyre, e zgjoi nga gjumi misionarizmin brenda kishës ortodokse, me të gjithë përpjekjet e tij apostolike, akademike, shpirtëroro-ekonomike, duke e mishëruar me jetën e tij dhe duke e vullosur me fjetjen e tij, të cilën të gjithë e përjetuam si një ngjarje panagjirike dhe jo thjesht një varrim, por si përjetim i kryqëzimit edhe i ngjalljes, pasi ai theksonte se nuk mund të jesh ortodoks i vërtet nëse nuk e ndan ungjillin me të tjerët. Përpjekjet tuaja gjatë këtyre viteve u përmbyllën me kelin, temën tuaj të dashur, komuniteti eukaristik lokal, të cilën e trajtuat nga të gjitha aspektet e mundshme dhe arritën në konkluzionin se aty është njësia bazë, qeliza e kishës lokale dhe asaj në tërësi, siç edhe Shën Ignat Hymbajtësi që festuam sot na thekson, atje ku është episkopi, atje është Krishti, atje është gjithë kisha, siguria e jetës së përjetshme, siguria e kungimit me Perëndinë. Prandaj nuk ka vetë se një asamble të vetme eukaristike ajo që përmbushet prej kishës në unitetin e besimit përreth peshkopit ose përfaqësuesit të tij. Dhe gjithashtu, efesianët i këshillon që përtej urrejtjes dhe zënkave të shmangin ndarjet e të gjitha llojeve, si fillesat e të gjithë të këqijave, dhe i porosit, jini të bashkuar me episkopin si kisha me Isu Krishti, e Isu Krishti me ati, me qëllim që të gjitha gjërat të jenë në një mendje me përjetësinë. Kështu të forcuar në një mendje të vetme dhe në dashuri të ndërsjellët, e vërteta do të mbetet tek ata dhe kisha si një qytet qiellor do të qëndrojë e pastër. Për këtë ju inkurajojmë që ju ta vazhdoni, ta promovoni dhe ta mbështesni me sa të mundeni nëpërmjet përgjegjësisë tuaj të re, që ju ka thirrur kisha të merrni mbi supet tuaja. Fortlumturia e tij, im Zot Johani, në fjalimin e frunzimit ndër të tjera tha: për të gjitha këto, mendoj se më e pakta që ne mund të bëjmë është të themi faleminderit dhe të jemi gjithmonë mirënjohës, sepse besimi i vërtet nuk ndahet nga falënderimi dhe mirënjohja. Asgjë nuk është më e pëlqyeshme te Perëndia se sa një shpirt mirënjohës dhe falënderues. Mirënjohja nuk shton asgjë te Perëndia, por na sjell më pranë tij. Familjes Hope, Linetës, që e deshi këtë vend dhe e zgjodhi si banesën e saj të fundit, Tristanit dhe Katerinës, të cilët u rritën këtu, dhe bashkë me ne, ata tani kanë krijuar familjet e tyre, si kishëza të vogla. Danielit, i cili nuk do ta ketë lehtë ndarjen nga shoqëria. Profesor Natani, i cili shërbeu si pedagog në Akademinë Theologjike, përfaqësoi kishën tonë në mënyrë dinjitoze në dialogje të rëndësishme teologjike dhe konferenca ndërkombëtare, duke mundësuar dhe organizimin e takimeve të rëndësishme këtu në vendin tonë. Dhe në këtë mënyrë, duke e promovuar kishën tonë të vogël në arenën botërore. Dhe tani që merr përsipër përgjegjësinë e drejtimit të OCMC-s bashkë me sfidat dhe mundësitë që ajo organizat ofron. Dhe veçanërisht Gabrielës, e cila ishte organizatorja, katalizatori, gjallëria e programeve të zyrës së fëmijëve dhe e marrëdhënieve me të gjithë. Kisha jonë është mirënjohës për të gjithë kontributin gjatë gjithë këtyre viteve.
profesor dhe Gabriela, e dim që jeta dhe puna juaj këtu nuk ka qenë gjithmonë, as e thjesht dhe as e lehtë në shumë aspekte. Ka pasur ditë me diell jashtë edhe me shi brenda. Ka pasur kohë të bukura e fortuna, ulje, ngritje, marrëdhënies apo keqkuptime dhe mirëkuptime, të cilat jam i sigurt se na kanë ndihmuar të gjithëve të rritemi dhe të forcohemi në marrëdhënie me njëri tjetrin dhe me Zotin. Dhe njëkohësisht na kanë bërë më të fortë dhe më të sinqertë marrëdhënien me gjithë secilin. Perëndia na dënjësoi të kishim një kryeprift të denjë, i cili e mori përsipër të ringrinte kishën nga zero. Dhe siç thoshte me humor, nëse do të kisha një kartë vizit, do të shkruaja: kryepiskopi Anastas, profesor e doktor në mbi 20 universitete dhe lypës ndërkombëtar. Gjithashtu fortëmturia e tij, Zot Johani, vazhdon ta mbajë me të njëjtin dinjitet këtë kartë vizit, për të përmbushur nevojat e kishës son dhe për lavdi të Perëndisë. Vëllezër dhe motra më Krishtin, është koha që ne vetë të mbështesim më fort kishën tonë. Këtë ftohemi ta bëjmë nëpërmjet mënyrës sonë të jetesës, ungjillëzimit të njerëzve tanë të dashur, por edhe cili do që Perëndia do të na sjellë në jetën tonë, me ofrimin në kishë të talenteve tona dhe njohurive që Perëndia i ka dhënë gjithë secilit, pasi secili nga ne është një gur i çmuar në kishën e Krishtit, dhe me ofrimin e ndihmës ekonomike, sipas mundësive të gjithë secilit, pasi nevojat janë të mëdha dhe burimet janë të pakta. Por me besim të patundur tek Perëndia, ne vazhdojmë përpjekjet tona dhe ju sigurojmë se çdo kontribut i vogël është shumë i rëndësishëm dhe i mirëpritur. Profesorët Tani dhe Gabriela, në aktivitetet që ju organizonit, ju bët hapat e para në këtë drejtim. Dhe lavdi Zotit, shumica e aktiviteteve që zyra organizon sot mbulohen nga vetë ju të gjithë. Edhe fjalët e ungjillor Lukait tek veprat e apostujve e shprehin më së miri atë që jeni përpjekur të bëni. Me të gjitha këto që kam bërë, ju kam dhënë shembullin që edhe ju të punoni kaq shumë për të ndihmuar ata që janë në nevojë, e të kujtoni fjalët e Isuit, i cili ka thënë: më i lumë është ai që jep se sa ai që merr. Të dashur Gabriela, profesor Natani edhe Danieli, më lejoni që në emër të gjithëve t'ju urojmë përzemërsisht që Perëndia i tërë mirë t'ju dhurojë frytet e Shpirtit të Shenjtë, të cilat janë dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia dhe vetë kontrolli. Lutemi që të jeni ambasador të kishës son kudo që Perëndia t'ju dërgojë. Mos na harroni, por na vizitoni e na mbështesni me projekte dhe iniciativa konkrete, të cilat të promovojnë dhe nxisin ndryshime pozitive te komuniteti eukaristik lokal, do të thoshte profesori, duke organizuar më mirë ungjillëzimin dhe njëkohësisht përballimin e sfidave të reja që sjell riungjillëzimi në këtë epokë indiferente ndaj besimit. E mbyll përsëri me një urim nga kryepiskopi Anastas, të shkëputur nga libri Deri në skajet e dheut, që është një këmban për mbar kishën ortodokse. Ai shkruan: uroj që ortodoksët të ndërgjegjësohen akoma më tepër, por edhe të përjetojnë më fort përgjegjësinë e madhe për apostullimin martirik, të cilin Zoti ju ka caktuar nxënësve të tij të gjithë shekujve, dhe që kryhet në Shpirtin e Shenjtë. Amin. Mbrëma të gjithëve, sot kam kënaqësinë e veçantë të ndal disa kujtime dhe përvoja nga rrugtimi shpirtëror ndër vite me profesorin Natanin e Gabriela. Rreth 15 vite më parë erdha për herë të parë në takimet e prindërve që zhvilloheshin pas liturgjisë, teksa pinim kafen e mëngjesit, ndanim edhe biseda shpirtërore dhe zhvillonim edhe studime rreth Ungjillit.
Për gjatë viteve të para, pjesë e këtyre takimeve ishte Ilsi Andoni, dhe më pas Ata Hallambi, dhe tani vazhdojmë në ndërtimin e atë Spiro. Kujtoj gjithmonë me shumë respekt kujdesin e veçantë të profesor Natani tregonte për secilin prej nesh, vëmendjen dhe për ulësimet të cilën na dëgjonte, pa kritikuar dhe nënvetësuar asnjërin, por duke dëgjuar me vëmendje e duke shpjeguar me qetësi dhe kur mendimet nuk ishin të sakta. Kjo qasje e tij ka qenë gjithmonë një prej virtyteve që ka dalluar vazhdimisht. Një nga përvojat më të bukura që kemi kaluar të gjithë së bashku kanë qenë edhe kampet familjare. Përvojat roli drejtues të cilën e kryenin me entuziazëm dhe kujdes për çdo detaj, profesor Natani dhe Gabriela siguroheshin që të kalonin një kohë të mbushur me gëzim e frym të bashkuar me njëri tjetrin, e cila tashmë ishte një vlerë karakterizuese e komunitetit tonë. Pikniket në natyrë, në liqenin e Prushit apo në Prez kanë qenë gjithashtu aktivitete që kanë hedhur themele në ndërtimin e një komuniteti të lidhur. Duke nisur që nga lutja dhe koha që ndani me njëri tjetrin e duke vazhduar edhe me bisedat e këndshme dhe lojrat gazmore. Në mesin e gjithë atmosferës argëtuese, profesor Natani dhe Gabriela kanë qëndruar gjithmonë në krye të punës, të palodhur e për herë në shërbim të tjerëve. Disa evente që për mua personalisht do të ngelen të çmuara janë darkat mes shitëve që dëshirojnë të merrnin pjesë. Ato darka kanë qenë një kohë e vyer që na kanë afruar më shumë me njëri tjetrin. Ishte një kohë ku i fonim njëri tjetrit mësimit që kemi marrë nga përvojat jetësore dhe përjetimet e besimit që të gjithë secili prej nesh kishte përjetuar. Ishte një kohë ku afroham shumë me njëri tjetrin, teksa pasuroheshim edhe shpirtërisht. Në mënyrë të veçantë, dua të shpreh mirënjohjen edhe për punën e palodhur të Gabrielës me fëmijët tanë. Ajo ka qenë jo vetëm një udhëheqëse energjike dhe punëtore, por dhe një njerëz që fëmijët tanë mund ta kishin si shembull. Gjithmonë e gatshme për të interesuar në mënyrë të veçantë për të gjithë fëmijët, nga ai më i qeti deri tek ai më i zhurmshëm. Së fundmi, dua të përmend në mënyrë të veçantë lutjet e organizuara në kohë sfide për secilin prej nesh, siç ishin lutjet e pandërprera për shëndetin e kryepeshkotit të Diera Anastas, apo edhe lutjet për bashkëta që u bën me bashkëshorten time Theodora, për të cilën jemi familjarisht shumë mirënjohës. Ato momente mbeten të gdhendura si një dëshmi e gjallë e dashurisë, e mbështetjes dhe forcës shpirtërore. Në përmbyllje, në emër të të gjithë që janë këtu sot, Gabriela dhe profesor Natani, ju jemi falënderues për të gjithë kontributin tuaj të çmuar në shërbim të komunitetit tonë. Një komunitet që tashmë ndihet si një familje e madhe me Krishtin. Jeni një aset që do të mungoj shumë e në rrisojnë. Ju urojmë shumë suksese profesor Natanit në detyrën e re dhe një shërbes sa më të frutshme tashmë, jo vetëm në Shqipëri, por në një gamë të gjerë botërore. Urojmë që jeta juaj të jetë e mbushur me momente gëzimi hare dhe të keni bekimet e Zotit kudo që shkoni. Faleminderit. I nderuar profesor Natan, e dashur Gabriela, sot nuk është e lehtë të gjejmë fjalët e duhura, sepse momentet e ndarjes janë gjithmonë të mbushura me emocione të forta, mirënjohje, mall, por edhe gëzim për misionin e ri që Perëndia ju ka besuar. Me profesor Natanin jam njohur shumë vite më parë në konferencat rinore të Kishës dhe më pas në Shënvllash, në Akademinë Theologjike, ku ai jepte lëndrën e patrologjisë. Ishte një nga lëndët më të vështira për shumicën e studentëve, por për mua ishte lënda që doja më shumë. Jo vetëm për përmbajtjen e saj të thellë, por sepse profesori ishte kërkues, i përkushtuar dhe e shpjegonte mësimin me qartësi, durim dhe dashuri. Kjo mënyrë mësimdhënie më formoi jo vetëm nga ana akademike, por edhe nga ana shpirtërore. Pas përfundimit të studimeve, ftesa që mora nga profesori dhe Gabriela për të bërë pjesë e zyrës së fëmijëve, si katekiste e saj, ishte një gëzim i madh. Dhe nderi veçantë. Kisha dëgjuar shumë për mënyrën se si ai dhe Gabriela e drejtonin këtë shërbes, jo thjesht si drejtues, por si prindër shpirtëror. Një zyrë ku stafi nuk ishte vetëm bashkëpunëtor, por familje, ku rriteshim, trajnoheshim, argëtoheshim dhe shërbenim me dashuri. Në tetor të vitit 2014, fillova punë në zyrën e fëmijëve dhe fal kontributit tuaj, u bëra një bashkëpunëtore shumë e afërt me ju dhe stafin tuaj. Çdo vit që kalonte ndihesha më e formuar, më aftësuar
dhe më e bekuar që shërbeja pranë jush. Ishte një nder i madh për mua dhe një mësim jete. Kur fortlumturia e tij kryepiskopi Anastas më kërkoi të shkoja të shërbeja në shkollën Protagonisti, dhimbja më e madhe ishte largimi nga stafi i zyrës së fëmijëve, ku kisha për 5 vite që isha arritur dhe kisha kaluar kohë shumë të bekuar në shërbim të fëmijëve. Për ju profesor dhe Gabriela, dhe në momentin e ndarjes më treguat se shërbesa nuk ndërpritet, por vazhdon gjithë jetën. Zemra jote do të jetë gjithmonë tek zyra e fëmijëve, më thatë, dhe më inkurajua të vazhdoja të shërbeja kishës përmes katekizmit dhe mbështetjes së norisë. Sot më vjen shumë keq që do të largohemi, por njëkohësisht gëzohem me gjithë zemër se misioni juaj i ri në Amerikë është i shenjtë dhe për lavdi të Perëndisë. Ju largoni nga Shqipëria, por gjurma që keni lënë këtu është e thellë, e gjallë dhe e gdhëndur në jetën tonë. Ju jam pafundësisht mirënjohëse për gjithçka që më keni dhënë, për besimin, formimin, dashurinë dhe shembullin tuaj si shërbyes të vërtet të kishës. Me gjithë zemër, Konstantina Petri. Një nder i madh për mua të ndaj dy fjalë për familjen Hopi. Në fakt, unë kam njohur Natanin para të gjithë juve, para 40 vjetësh, sepse ne kemi qenë në universitet bashkë në Amerikë. Dhe unë e njihja atë para se të më njihte mua, se ai ishte pak i famshëm në shkollë. Nuk do të tregoj detajet, por pastaj ishim në konvikt bashk një vit, në një kat. Kështu rinim në salon atje bashk edhe njihëm atëherë. Zoti na bashkoi përsëri këtu, shumë vite më vonë. Në fakt ishim më shumë se 10 vjet më vonë, ishim në një aeroport në Zvicër duke ardhur në Shqipëri. Edhe thash, o Natan, ç'ne ti këtu? Edhe unë po shkoj në Shqipëri edhe u ribashkuam në atë kohë, ai për të ardhur për të shërbyer me kishën ortodokse, unë me kishën ungjillore. Edhe kemi mbajtur këtë miqësi për kaq gjitha ato vite. Ne ishim dy familje duke rritur familjet tona së bashku. Fëmijët tanë ishin miq të ngushtë në shkollë, edhe ne miq në jetë edhe në shërbes. Miqësia jon ka qenë shumë e çmuar gjatë gjithë viteve, edhe jam shumë mirënjohës Zotit për të miqësi që ka vazhduar kaq vite dhe shërbesa jon kaq vite në Shqipëri. Edhe në shërbes ne kemi qenë partnerë, se para 15 vjetësh bashkë kemi nisur lëvizjen Java e Martesës në Shqipëri. Unë e vlerësoj shumë zemrën e tyre për familjen e martesën, edhe juve vetë keni parë këtë në veprim. Edhe kam shumë admirim edhe respekt për familjen Hopi, për Natanin, për Gabrielin edhe për fëmijët e tyre. Në radhë të parë për dashurinë e tyre për Jezusin, për gjithashtu për kushtimin e tyre për popullin shqiptar, që është diçka shumë e veçantë. Gjithashtu modelin e tyre për një familje të krishterë, që ne të gjithë kemi nevojë për modele dhe ata me të vërtetë janë një model. Gjithashtu kam shumë respekt sepse kanë vazhduar edhe janë këmbgulur edhe në kohët më të vështirë, jashtëzakonisht të vështirë, ata kanë qenë edhe kanë shërbyer besnikërisht Perëndis. Janë shumë punëtor, juve jeni dëshmitar për këtë, edhe janë kompetent, kanë dëmshuri, edhe kanë shumë urtësi. Kam shumë respekt edhe admirim për ata në këto gjëra. Gjithashtu, unë do të thoshe që janë të pazvendësueshme, por Zoti ka një plan. Për këtë jam i bindur. Edhe trashëgimia tyre do të vazhdoj këtu në Shqipëri, edhe puna do të vazhdoj, jam i bindur, sepse zemrat e tyre janë edhe këtu. Ata kanë një lidhje që do të zgjasë gjithë jetën me Shqipërinë, me këtë vend, edhe me popullin shqiptar. Por jo vetëm këtu, unë i admiroj sepse ka edhe një impakt, një ndikim global, botëror. Kjo është diçka shumë e veçantë dhe lavdi Perëndis për këtë, lavdi e Zotit. Ne do të kemi mall për juve,
kur të largoheni, por mezi presim që të vini përsëri, sepse ju kemi në zemër. Jemi shumë mirënjohës për juve, për gjithë familjen, edhe gjithmonë jeni të mirë pritur në zemrën tona, por edhe në shtëpinë tonë. Kështu Zoti i bekoft, faleminderit për gjithçka, jeni shumë të bekuar. Përshëndetje të gjithëve. Sot është e vështirë të gjej fjalët e duhura, sepse disa njerëz nuk janë thjesht pjesë e një etape të jetës sonë, por bëhen pjesë e zemrës sonë. Dhe një prej tyre jeni ju të dy. Gabriela, ti nuk ke qenë vetëm ajo që na ke dhënë katekizëm. Ti ke qenë një udhërrëfyese, një mbështetje dhe një prani e sigurt në jetën tona. Përmes fjalëve të tua, por edhe përmes mënyrës se si e jeton besimin, na ke mësuar se rruga e Zotit është rrugë dashurie, durimi dhe të vërtetë. Ti na ke shndruar pranë në çdo moment, në gëzime, në pasiguri dhe në sfida. Na ke dëgjuar me vëmendje, na ke këshilluar me urtësi dhe na ke udhëzuar gjithmonë drejt rrugës së drejtë, pa imponime, por me shembull. Ke ditur të kujdesesh për çdo detaj, sepse për çdo person ka rëndësi dhe çdo shpirt ka vlerë. Për mua personalisht ti ke qenë dëshmitare disa prej momenteve më të bukura dhe më të rëndësishme të jetës time. Momente të cilat lidhen thellë me besimin dhe me rritjen time si njeri. Dhe fakti që ti ke qenë aty me qetësinë dhe praninë tënde është diçka që do ta mbaj gjithmonë në zemër. Do të më mungojnë shumë takimet e vogla që bënim, diskutimet në grup, por më shumë ato veçmas. Do të më mungojnë ëmbëlsirët Zoti Natanit, se sa duhet që mi mësoj ato recetat, prapë duket se mungon diçka. Do të më mungojnë shikimet e Gabrielës që tregonin se asgjë nuk i shpëtonte vëmendjes. Por besimi na mëson se ndarjet nuk janë fundi. Zoti thërret të dërgon aty ku ka nevojë. Edhe pse distanca do të na ndaj fizikisht, lidhja që kam ndërtuar me ju nuk do të shuhet kurrë. Fjalët tuaja do të vazhdojnë të më udhëheqin dhe unë gjithmonë do të kërkoj këshilla dhe kur ju të jeni larg. Ju falenderoj nga zemra për dashurinë, për kushtimin dhe për dritë që keni sjellë në jetën time. Ju uroj një rrugtim të bekuar. Le të shoqëroj gjithmonë Zotin në çdo hap dhe dijeni se kjo kish, ky komunitet dhe këto zemra do të mbeten gjithmonë me ju. Faleminderit. Përshëndetje të dashur pjesëmarrës, klerik, profesor Natani, Gabriela, prindër, adoleshent dhe fëmijë. Jemi mbledhur sot për të përshëndetur familjen Hope dhe për të uruar të kenë bekime dhe suksese në sfidat e tyre të rria. Në emër të fëmijëve, që sot jemi adoleshent, do kujtoj disa momente të bukura që kemi kaluar në aktivitetet me zyrë Gabriela. Janë shumë aktivitete, sepse janë dhe shumë vite që kaluan bashkë. Jemi rritur këtu në ambientet e katedrales. Kemi qenë fare të vegjël, gati 12 vjet më parë. Kur një të diel nga kisha Shëmbrokopi të zbritim në katedralin Gjallja e Krishtit. Gabriela na orientoi te salla 562 dhe që atëherë kemi qenë pjesë e fëmijëve të katedrales. Këtu njohëm me plot shok e shoqe, që Gabriela i mblidhte me lojra, me dashuri dhe me zërin e saj melodios dhe bindës. Sidomos kur ne nuk e dëgjonim. Mendoj që ato ngritjet e zërit ja kanë mbledhur diçka, sepse fal teje kemi marrë formimin që kemi. Doja të përmenda disa aktivitete të organizuara nga ju, po s'do i them të gjitha se s'do i mbaj shumë. Katekizmi të djelave, ecjet nga liçeni, gatimet e biskotave dhe lëret në tavolinë, kampet familjare dhe kampet ditore, ekskursione në Gjina, Ardajt, Balbon, në Thet, liçeni Tiranës, liçeni Brushit, në Pezë e të tjerë. Dua të theksoj se përkushtimin dhe përkujdesja e Gabrielës dhe profesor Natanit për ne ka qenë si të ishim prindërit tanë. Shpesh edhe më strikt se prindërit tanë. Apo jo Gabriela? Në këto organizime nuk mungonte asgjë, as për të ngrënë, as për të pirë, as për bebat dhe për të rritur. Por çdo gjë ishin kujdesur më përpara Gabriela dhe profesor Natani. Kështu ne janë gjendur pranë edhe kur Arturi sëmur dhe ishte në spital, duke organizuar lutjet e kisha ankthizimit dhe duke në gjendur pranë për gatime e çdo këshill të nevojshme. I shprehim shumë falënderime dhe mirënjohje familjes Hope për çdo gjë që kanë bërë për ne. Duke na shërbyer ne, i kanë shërbyer vetë Zotit Krisht. Le t'i urojmë të gjithë së bashku që të kenë bekimet e Zotit Krisht familja Hope. Dhe Danieli, vllai ynë në Krishtin, që u rrit me ne,
të ketë sukses në rrugën e re që do t'i përkra prindërve të tij. Zoti ju denjësoft në detyrën tuaj të re, me shëndet, durim dhe ne ju presim përsëri. Edhe Maria u pagzu dhe ishte pagzimi që ishte prezent në Gabriela. Falenderojmë të prindërit e Natalisë që kemi atje. Natalia. Mirëmbrëma të gjithëve. Sot është një nga ato mbrëmje që mbartë shumë ndjenja njëkohësisht. Si gëzim për një fillim të ri, por dhe mallë për një ndarje që nuk është e lehtë. Jemi mbledhur si miq, si familje, por mbi të gjitha si një komunitet kishtar për të përcjellë me dashuri Gabrielen, Natanin dhe Danielin. Flas sonte si një person që është rritur pranë kësaj familje, por e di se fjalët e mia përfaqësojnë secilin antar të kishës tonë. Gabriela dhe Natani kanë qenë pjesë e jetës së kësaj kishe për më shumë se 25 vite. Për shumë prej nesh, ata nuk kanë qenë thjesht besimtarë që kanë kontribuar në këtë kishë, por dhe shtylla e një besimi të heshtur. Ata kanë shërbyer pa lodhje, duke bërë gjithmonë ato që duhej bërë. Unë kam pasur privilegjin që t'i njoh ata nga afër, dhe nëse ka një gjë që shumë prej nesh do ta marrin gjithmonë mend për ata, është mënyra se si Gabriela na ka mbledhur gjithmonë bashkë, dhe gjithmonë gjente kohë dhe zemër për të organizuar udhëtime, vizita, kampe, që nuk ishin thjesht udhëtime, por ishin rrugtime shpirtërore për ne. Vizita në kisha dhe manastire, ku jo vetëm afroheshim më shumë me njëri tjetrin, por dhe me Zotin. Përveç kësaj, ajo na ka ndihmuar shumë në adoleshentit, si katekistja jon, duke na dhënë gjithmonë këshilla dhe duke na orientuar gjithmonë më shumë në besimin tonë. Gjithashtu dhe profesor Natani ka qenë gjithmonë atje i gatshëm për çdo pyetje, çdo kërkesë dhe çdo opinion që na është dashur. Këto momente na kanë lënë kujtime shumë të bukura, por dhe njohuri dhe dashuri më të thellë për besimin tonë. Dhe kjo është një dhuratë që nuk matet me kohë. Së bashku kanë ndërtuar një familje ku besimi nuk ka qenë vetëm fjalë, por mënyrë jetese, dhe fëmijët e tyre janë dëshmia më e bukur e kësaj pune të heshtër dhe të palodhur. Shpërngulja në Amerikë është një hap shumë i madh dhe një kapitull i ri, por besimi nuk njeh distanca. Kisha është një dhe familja shpirtërore nuk ndahet nga kilometrat. Jemi të bindur se aty ku do të vendoseni, do të përcjellni të njëjtën dritë, të njëjtën dashuri dhe të njëjtën frymë shërbimi që na keni sjellë dhe ne ndër kaq vite. Në emër të gjithë anëtarëve të kishës, dua t'ju falenderoj nga zemra për gjithçka që keni dhënë për ne dhe nuk po merrni me vete vetëm dashurinë tonë, por dhe lutjet dhe mirënjohjen tonë. I lutemi Zotit që të bekojë në çdo hap të këtij rrugtimi të ri, t'ju jap shëndet, paqe dhe forcë, dhe mos harroni kurrë. Kjo do të jetë gjithmonë shtëpia juaj dhe ju do jeni gjithmonë pjesë e kësaj familje shpirtërore. Zoti ju bekoj dhe rruga ju qoftë mbar. Në fakt, për mua sot nuk është një mbrëmje lamtumire, por është një mbrëmje mirënjohje dhe falënderimi. Dua të falenderoj thellësisht në emër të klerikëve të rinj, por edhe të gjithë besimtarëve që jemi këtu, profesor Natanin dhe Gabrielen dhe Danielin, për gjithë kontributin e tyre të jashtëzakonshëm që kanë dhënë për kishën tonë. Para disa ditësh gjeta një foto rreth vitit 1994, 1995 ndoshta, të profesor Natanit me kryepeshkopin ton Imzot Johanin. Ata ishin bashkë, studiuan bashkë në Holy Cross në Boston, dhe profesori ka, si të thuash, dëshirën e tij për të ardhur në Shqipëri, një dëshirë shumë e hershme. Kontributi tyre, si që thashë, është një kontribut i jashtëzakonshëm dhe do ta quaja shumë dimensional. Dua t'i përmend pak sepse është mirë që ne t'i kujtojmë, po e t'i falenderojmë për këtë kontribut shumë të madh që kanë dhënë. Së pari në lëmin e arsimit. Profesorin Natanin e kam njohur si profesorin tim, kur shkova për herë të parë në akademi në vitin 1999. Ndoshta një nga profesorët më të përgatitur që kishim, dhe ndoshta nga profesorët që ndikoi aq shumë, të paktën në formimin tim personal, në lidhje me jetët dhe veprën e etërve të kishës sonë. Kontributi i tij i madh në zyrën e fëmijëve, një kontribut i jashtëzakonshëm së bashku me Linetën, por e me Gabrielen, një kontribut shumë i madh, dhe fakti që ne dëgjojmë që të çohen të rinj apo fëmijë të rritur këtu para nesh,
të cilët u rritën brenda kësaj familje të madhe, brenda kësaj zyre, dhe sot ata janë të aftë vetë që t'i dallojnë dhe t'i vlerësojnë kontributet që familja e profesorit ka dhënë për kishën tonë. Kontribut shumë i madh i shpreh mirënjohje për kampet familjare. Ndoshta për ne kjo ishte një risi dhe pikërisht do të ishte profesori me Gabrielën që i sollën këto kampe, i zhvilluan dhe sot mund të them që frutet që ne kemi korrur se kish nga këto kampe janë të jashtëzakonshme. Grupi familjar që ne kemi sot, një grup kaq të mirë organizuar, pikërisht është edhe produkti këtyre kampeve që u zhvilluan dhe vazhdojnë të zhvillohen me plot dashuri nga profesori dhe Gabriela. Gjithashtu një kontribut shumë të madh profesori ka dhënë edhe në studimin apo edhe në librin e tij në lidhje me enorit. Kjo është një pasuri, dua të them, për të gjithë komunitetin ortodoks, jo vetëm të Shqipërisë, por për të gjithë ata klerik të rinj, të cilët dhe teologë, të cilët marrin përsipër të drejtojnë një enori. Ai libër i cili është zhvilluar jo vetëm në grupet tuaja të familjar, por edhe në enorit e kishave, por gjithashtu zhvilluar edhe në Radio Ngjallja, në disa emisione të veçanta, besoj se do të ketë një vlerë të jashtëzakonshme për ne si priftërinë të ri, por edhe për brezat e tjerë që do të vinë më pas. Gjithashtu, profesori ka ndikuar shumë, ka përfaqësuar kishën tonë ortodokse në shumë aktivitete, të cilat janë jo vetëm lokale, por edhe më gjerë. E ka përfaqësuar kishën tonë kryepiskopin Anastas të Lumrit, por edhe kryepiskopin tonë Joan në shumë dialogje midis kishave, midis komuniteteve të krishterë, dhe gjithmonë ka qenë një dëshmi e gjallë dhe e fortë, dhe gjithmonë një dëshmi se si ortodoksia mund të bashkëpunojë në plot dhe që mund të ketë shumë hapësira me që mund të bashkëpunojë dhe me të tjerët. Kështu që për gjitha këto në këtë mbrëmje, nuk i themi lam të mirë, por i themi faleminderit. I themi që të jemi mirënjohës për gjithë punën tuaj, për gjithë përkushtimin tuaj, për gjithë dashurinë tuaj që i kushtuat kishës sonë. Siç e tha pak edhe Atspiro, kjo është një kishë e cila ka nevojë ende për mbështetjen. Profesori ka marrë përsipër një detyrë që është ndoshta shumë herë më e madhe se sa detyra që ai kishte këtu në Shqipëri. Sepse misioni i zyrës që ai do të drejtojë së shpejti është një mision pothuajse global, që përfshin të gjithë botën. Përfshin kisha që po ngrihen në hemisferat që nuk ishin shkelur më parë, por gjithashtu kisha që po ngrihen në Afrikë dhe kisha gjithashtu që po ngrihen edhe në pjesë të tjera të globit. Kështu që kjo detyrë unë besoj se dhe kjo përvojë që ai ka fituar në kishën tonë, besoj se do t'i vlej aq shumë që ta drejtojë me vizion pikërisht atë zyrë e cila ka një kontribut të jashtëzakonshëm, dhe unë shpresoj që ata do të jenë pranë kishës sonë, do të vazhdojnë të jenë së bashku me Gabrielën, së bashku me Danielin, së bashku me Katerinën dhe Tristanin, do të jenë pranë kësaj kishe, duke ndihmuar, ndoshta siç e tha dhe Spirua, projekte që do të vinë nga kisha ortodokse, por edhe besoj në shumë fusha të tjera për të cilat kisha jonë ka nevojë. Ju falemnderit dhe ju shpreh mirënjohjen në emër të gjithë klerikëve, por edhe në emër të gjithë besimtarëve që jemi këtu. Faleminderit për gjithë punën tuaj. Ju keni lënë një kishë të madhe dhe të gjallë, kështu që kjo është vepër e punës suaj të palodhur. Mirënjohje. Kënaqësi të jem me juve sot dhe kënaqësi të flas për dy fjalë, jo shumë gjëra për profesor Natani dhe për Gabrielën. Do ta nis pak herët, 98-ën, kur kam takuar për herë të parë Natanin dhe Linetën, Perlia ta ndjej, në Shonlash. Isha shumë pranë tyre, kam kaluar shumë mirë, jemi bërë shumë miq të mirë dhe ka vazhduar këmisi edhe më pas. Profesorin e kam pas profesor të mësimit në Akademinë Teologjike, dhe do t'ju tregoj një sekret, ka qenë shumë i patjetër, ka qenë shumë i rregull, shumë i saktë, shumë korrekt, shumë i rrept, por unë isha një nga nxënësit që e bëja pak të thoshte çfarë ndodh me ty, sepse një herë merja 5 ose 4 dhe pas 3 ditësh merja një 10. Dhe ti thoshte si ka mundësi? Thosha, kjo jam. Por mësimin e të na ka drejtuar dhe na ka mësuar një disiplinë shumë korrekte, shumë të mirë dhe që unë asnjëherë nuk do ta harroj. Sa herë që neve në Shqipëri festojmë 7 marsin, atëherë uroja dhe profesor Natani thosha gëzuar festin e mësuesit.
dhe thoshte falendere që më kujton, kudo ku ishte. E vlerësoja shumë dhe e vlerësoj për mënyrën e mësimdhënies së tij. Pastaj kemi qenë bashkëpunëtor në kampe në të tjera me Gabrielën dhe Natanin. Kur mësova që Natani kishte marrë pozicionin në drejtorit të OCMC-s, Gabriela e di si jam shprehur, nuk u gëzova. Nuk u gëzova sepse i thash Gabrielës më fal, i thash që nuk po them wow sa mirë, sepse thash neve do na mungojnë dy njerëz të cilët kanë drejtuar me cilësi. Janë udhëheqësit tanë për kaq kohë, por udhëheqës cilësor. Drejtues cilësor të cilët besimin edhe punën e tyre, edhe jetën e tyre pranë Zotit e kanë reale. Dhe kanë qenë një model shumë i mirë për ne, kanë qenë një model shumë i mirë për mua personalisht dhe për bashkëshortin tim Andrean, i cili ka bashkëpunuar me to tani së fundi për udhëtimin shpërtor 5 vjet me shkollat, ka qenë një bashkëpunim shumë i frytshëm dhe kjo gjë do na mungoj. Nuk them se do të largohemi, nuk them se do të harrojmë njëri tjetrin. Do të jemi gjithmonë në lutje, do të jemi bashkë. Unë nuk pretendoj të kem pasur një misi shumë të madhe siç më ke pasur dikush tjetër, por kam vlerësuar atë vërtetësinë e tyre. Jetën reale, të cilët e bënin ashtu si punën me cilësi, korrektesën, disiplinën, besimin e jetuar. Edhe kjo mua personalisht do të më mungoj. Do kemi në lutje dhe do na vini përsëri. Faleminderit. Përpara se ta ftojmë ju të flasi, falenderojmë të gjithë ata që ndihmojnë dhe vazhdojnë të ndihmojnë në organizimin praktik të punëve. Diakon Mihalin, Amarildon, Nikolën, Melvinën, Konstantinën, Jurvinin dhe Jovanin që në ndihmuan shumë për përgatitjen e pjatave, Ikea, edhe të gjithë të tjerë. Por, në letrën e fundit që atë Luka i shkruan kryebashkopit Anastasi, thotë që nuk arrita të kuptoj dhe ajo që vlerësoj shumë nga ty është që ne të gjithë ishim instrumenta që bënim zhurmë. Edhe ti arrite që nëpërmjet mënyrës tënde të organizimit dhe drejtimit, nga kjo zhurmë me gjithë secilit prej nesh, arrite të nxirje muzikë. Dhe të njëjtin që ka bërë Kristina, e cila gjatë kësaj kohe është përpjekur të na koordinojë, të na organizojë, të bëjë gjithë gjërat e tjera që ky aktivitet të kishte një sukses të tillë. Ju përshëndetem për Kristinën edhe për programin e Kristinës. Kristina ka përgjegjësinë e organizimeve nga zyra e fëmijëve në katedrale dhe bën shumë mirë. Të dashur profesor Natani dhe Gabriela, me rastin e largimit tuaj drejt Amerikës, për të filluar një mision të ri, dëshirojmë të ndajmë për pak qaste për të shprehur falenderimin dhe mirënjohjen tonë për shërbesën dhe kontributin tuaj ndër vite. Profesor Natani ka shërbyer me përkushtim në Shqipëri, duke qenë i angazhuar në mënyrë të vazhdueshme në punën misionare dhe në ndërtimin e shërbesave të ndryshme. Së bashku me Gabrielën, për shumë vite keni drejtuar zyrën e fëmijëve, duke dhënë një ndihmës të rëndësishme në organizimin dhe zhvillimin e punës me fëmijët, adoleshentët dhe prindrit. Nga ana ime personale, si pjesë e stafit që kam shërbyer pranë jush, e vlerësoj bashkëpunimin, korrektësinë dhe frymën e punës që keni kultivuar gjatë gjithë këtyre viteve. Ka qenë një përvojë ndërtuese dhe një mundësi e vlefshme për të mësuar dhe për të rritur. Ju falenderojmë sinqerisht për gjithçka që keni dhënë dhe ju falenderojmë dhe urojmë mbarësi dhe suksese në misionin e ri që po fillon në Amerikë. Lutem që Zoti t'ju ndihmojë. Të timin të stafit për të gjithë komunitetin, ne duam të dhurojmë një surprizë për ju të dy.
Natani dhe Gabrielën, në shprehje që ka mendojnë për ne, sepse nuk ata shprehje lirisë të ikin e sa. Profesor, vërtet që faleminderit të gjitha dhe fjallë për ju. E ndjem që jam ndarë në mes sonte, sepse në një anë është një moment shumë tristuese, që kemi aq shumë dashuri, aq shumë gëzim bashkë me gjithë ju edhe ideja që do largojmë është shumë vështirë. Por kjo më mbrëmje së bashku, që të kalojmë një kohë aq i bukur, edhe madje ju shikojmë juve bashkuar si një komunitet, na mbush aq shumë me gëzim, që është vështirë të jemi trishtuar, edhe prandaj jemi qik ndarë në mes. Duhet ju falenderoj shumë për gjithë shka, nuk do filloj me emrat, sepse pastaj do jemi këtu shumë gjatë që të përmend gjithë emrat e gjithë juve, për ju falenderoj të gjithë. Kjo udhëtim në Shqipëri ka qenë pothuajse gjysmë e jetës time, edhe është një thesar shumë e shtrenjtë. Fakt, kam parë Shqipërinë për herë të parë në jetë, gjatë verës e 1988, që isha një tragedjani, duke kaluar afër Korfuzit edhe që pash lindje djelit si për malet të Shqipërisë. Edhe një gjë që ishte e sigurt, megjithëse ajo nuk kishte udhëtuar në shumë vende, që ajo ishte një vend që nuk do shkoj kurrë. Sepse ishte mbyllur fare edhe absolutisht e pamundur për një të huaj të shkoj atje. Për planet e Perëndis, që kam kaluar pothuajse gjysmë jetës këtu. Gjithashtu, kur isha në udhëtim që të bashkohem me Kishën Ortodokse, një nga pyetje shumë e madhe ka qenë, a është e mundër për një person të investojë jetën e tij si një misionar në Kishën Ortodokse, sepse nuk ishte një lëvizje misionar në Amerikë në Kishën Ortodokse. Bashkova me Kishën Ortodokse duke besuar Perëndin që ai do udhëzoj jetën. Edhe jam nga Amerika misionari që ka shërbuar më gjatë. So, Perëndia bën me rregullit edhe hap rrugët në vende që ne mendojmë që nuk ka një rrugë. Edhe kjo është që duhet të lëmë ju si një stil. Besoni Perëndin që të hap rrugët të tjerë para edhe të vazhdoni pas Perëndis në gjithë thirrjet e tij. Ne shikojmë mbrapa edhe çfarë ka qenë Kisha në Shqipëri para 28 vjetësh, si është ndërtuar deri tani. Përça kjo është vetëm fillimi. Perëndia ka shumë gjëra më të bukur edhe para. Edhe është përmendur koncepti e komunitet lokal ukristik, komunitet ukristik, që ne gjithë jemi pjesë e familjes e Perëndis në një vend lokale me njerëz të tjerë që janë antar të familjes e tij. Edhe në qoftë se kam mësuar një gjë gjatë ditët këtu, kam mësuar që kjo është thelbi i jetës së krishterë, që nuk është sport individuale, është sport në ekip, është diçka që duhet bërë në komunitet. Edhe ju sfidoj në gjithë komunitetet ku jetoni, të vazhdoni, të vlerësoni njëri tjetrin, të praktikoni dashurinë, edhe të përkushtoni vetën. So, për që ka qenë një gëzim shumë e madh, duhet të falenderoj edhe Gabrielën që ka qenë bashkë udhëtare në gjithë këto gjëra, edhe që ka qenë një partner shumë i mirë në jetë. Edhe Aspiro falenderoj për organizimin sonte. Kristina për e di, për që edhe Kristina edhe gjithë
për që edhe jemi shumë të lumëtër që edhe udhëzimin e zyrës së fëmijëve që Atspiro pranoi të marrë përsipër, ka qenë bashkëpunëtor gjithë ato vite, ka qenë edhe pranë Krypeshkopit edhe jemi shumë mirënjohës që ai do marrë në vazhdim. Pra ai nuk mund të bëj asnjë gjë pa ju edhe pa mbështetjen tuaj. So, ju falenderojmë shumë. Kjo mbrëmje ka qenë dhuratë më e bukur, edhe fotografia është një kujtim e dhuratës shumë e bukur, shumë e madh për ne, që të jemi pranë jush gjatë gjithë këto viteve, është thesar shumë e mirë që do marrim me veten. Ne nuk themi që nuk po largohemi nga Shqipëria, ne po shkojmë në një detyrë tjetër. Për Shqipëria do ju kemi në zemër gjithmonë, në mendje gjithmonë, edhe do jemi këtu her pas here, edhe të vazhdojmë bashkëpunimin me ju. Shumë faleminderit. Natani të të gjitha, ajo shumë për të temë është faleminderit shumë për dashurin që keni treguar për familjen tonë, që vazhdoni të tregoni për familjen tonë. Lutja ime për të gjithë ju do të jetë që të doni njëri tjetrin, ashtu si Zoti na ka dhënë. Nëse do keni këtë dashuri, do të jeni dritë dhe të shmi për botë.